Mirë se keni ardhur në takimin e dytë që organizojmë në qytetin e Fierit për përballjen e ofertave politike 2015 dhe firmosin e kontratës sociale, siç ju e dini. Ka pasur një punë e cila ka zgjatur disa muaj me organizata rinore në të gjithë Shqipërinë dhe në qytetet kryesore mbi të gjitha, të cilat kanë nxjerrë disa nga problematikat që rinia ka në këto qytete, në mënyrë që ne t'ua ofrojmë këto problematika kandidatëve për kryetar të bashkive në 4 vitet e ardhshme, në mënyrë që ata t'i kenë parasysh, dhe kjo është një mënyrë edhe për t'i ndihmuar që të kenë programe të cilat pasqyrojnë nevojat dhe kuptojnë më nga pranë gjërat që duhen bërë në komunitet. Unë kam kënaqësi që ta mirëpres sot bashkë me ju kandidatin e Partisë Socialiste për bashkinë e qytetit të Fierit, zotin Armand Subashi. Atëherë, dua që t'jap fjalën e Vitës për ta treguar pak për gjithë punën që është bërë dhe se si kanë dalë këto 6 pika, këto 6 kërkesa të rinisë, dhe pastaj do t'i dëgjojmë nga kandidati Subashi motivimet dhe fjalën e tij karshi të rinjve të qytetit të Fierit. E më pas do të shkojmë tek firmosja e një kontrate sociale, e cila merr përsipër që t'i ketë parasysh, t'i ketë në agjendë këto 6 kërkesa të rinisë të Fierit. Ju falenderoj për pjesëmarrjen. Së pari duhet falenderoj zotin Subashi, që sot e kemi midis nesh, pasi në agjendën e ngjeshur gjeti kohën që ishte midis jush, dhe së dyti duhet falenderoja shumë dhe donatorin e këtij aktiviteti, ambasadën suedeze, ose më qartë qendrën Olof Palme Center, e cila na financon ne qendrën Epoka e Re prej rreth 9 vitesh, duke pasur histori suksesi dhe marrjen e këtyre zyrave, një kontratë sociale, e firmosur kjo me kandidatët në 2007-ën, e ribër në 2011-ën dhe fituar në 2014-ën. E thashë nisa me kontratën sociale sepse sot ne po japim një format, po japim një mundësi ndryshe të rinjve dhe qytetarëve në mbar Shqipërinë, duke përdorur metoda ose mekanizma të cilat bëjnë të mundur që zëri i qytetarëve të dëgjohet nga pushteti vendor dhe ai qendror. Kemi shumë vite të cilën ne bëjmë aktivitete të tilla, por duke u fuqizuar 12 organizata në gjithë Shqipërinë, themi se këtë vit po arrim të bëjmë model debate të tilla ku kandidatët përballen me të rinjt dhe me ofertat e tyre se çfarë ata do të ofrojnë nesër. Do dëshiroja shumë që ne përveç se të ndjekim forumet që po zhvillojmë, t'i kemi ato parasysh kërkesat tona dhe për 4 vitet e ardhshme, të bëjmë oponencën dhe të monitorojmë deri në realizimin e tyre dhe të kemi të rrisim kënaqësinë e qytetarëve, sepse kjo është edhe ajo që ne duam të arrijmë nesër. Faleminderit. Përpara se të jap fjalën zotit Subashi, unë dua që të bëj një lexoj, është një jetëshkrim shumë i shkurtër këtu. Po si prezantim, para se t'ja fjalën, është kandidati pra i Aleancës për Shqipërinë Europiane, për kryetari i Bashkisë së qytetit Fier. Ka lindur në datën 26 maj të vitit 1971 në këtë qytet. Edukimin ka përfunduar studimet e larta në drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë Universitetin e Tiranës dhe si veprimtari profesionale po lexoj që ka punuar si gjykatës në rrethet gjyqësore Mallakastër dhe Fier, ku ka mbajtur njëkohësisht edhe postin e kryetarit të gjykatës. Armando Subashi ka mbajtur po ashtu postin e antarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë, i zgjedhur nga Konferenca Kombëtare Gjyqësore. Është zgjedhur deputet për qarkun e Fierit në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2009 dhe rizgjedhur sërish në vitin 2013. Është antar i Komisionit për Çështjet Ligjore në Administratën Publike dhe Drejtat e Njerëzit në Kuvendin e Shqipërisë. Zoti Subashi, fjala është për ju. Përshëndetje të gjithëve. Ju falenderit për ftesën dhe mundësinë që më jepni për të bashkëbiseduar së bashku me një grup të rinj lidhur me disa nga problematikat kryesore që padyshim shqetësojnë të rinjt në radhë parë, por sigurisht edhe për shumë nga problematikat që shqetësojnë mbar qytetin tonë, ashtu sikurse do të thoshe që shqetësojnë bashkinë tonë të re, sepse në fakt reforma territoriale sigurisht që e rrit nga pikpamja qofte popullsisë, qofte territorit, qofte problematikave bashkinë e Fierit, por nga ana tjetër e rrit mjaft edhe mundësitë që ne kemi për të përmbushur më mirë shumë nga detyrimet tona ndaj qytetarëve në territor, ashtu sikurse na rrit ndjeshëm edhe mundësitë që nëpërmjet politikave, nëpërmjet vendimarrjeve,
që ne duhet të afrojmë, të kemi mundësi për të bërë më shumë zhvillim ekonomik në gjithë të bashkinë tonë. Dhe padyshim që ne jemi duke punuar në këtë drejtim, jemi duke punuar duke evidentuar gjithë problematikat që ka sot bashkia e re e Fierit, ashtu sikurse jemi duke punuar për të evidentuar gjithë fushat e zhvillimit ekonomik të kësaj bashkie, duke filluar padyshim nga bujqësia, sepse këtu jemi në Myzeqe, Myzeqeja është ambari i Shqipërisë, ashtu sikurse jemi duke punuar për të identifikuar gjithë problematikat që kanë bëjnë me zhvillimin e turizmit, ashtu sikurse kemi zhvillimin e territorit, planifikimin urban, problemet që kanë bëjnë me mjedisin, që janë probleme shumë të prehta realisht sot, dhe një pjesë prej tyre pothuajse në Fier janë çështje të shtruara për zgjidhje, pasi siç thot populli në njërë është mbushur kupa dhe nuk mban më, dhe sigurisht pastaj dhe probleme tjera që kanë bëjnë me infrastrukturën, me arsimin, me shëndetësinë, e shumë probleme tjera që bashkia nesër padyshim që do të ketë obligimin dhe ndoshta edhe mundësitë më shumë për të zgjidhur më mirë dhe më shpejt se sa mund të jenë zgjidhur në këto 20 e ca vite që ne po lëm pas. Unë do të thoshja që për një gjë duhet jemi të bindur që normalisht reforma territoriale që ne ndërmorëm nuk ishte thjesht çështje numrash. Pra e kishim me 385 njësi, hajde ta bëjmë me 61, ta bëjmë me 51, me 41. Por reforma territoriale që ndërmorëm u bazua mbi kritere plotësisht profesionale, mbi kritere shkencore të mirë provuara tashmë edhe në shumë vende në Europë, të cilët e kanë ndërmarrë këtë reformë në 20 vitet e fundit dhe ka dhënë rezultate pozitive. Dhe nga kjo pikpamje nuk ishte një reformë që e bëm ne politikanët, por ishte një reformë ku folën ekspertët e fushës dhe ku sigurisht ne certifikuam mendimin e ekspertëve. Dhe në fakt bashkitë e reja që po krijohen, pra 61 bashkitë që do fillojnë shumë shpejt funksionimin e vet, padyshim që kanë dy qëllime kryesore. Së pari është ajo që thashë të mbushin më mirë detyrimet që kanë ndaj komunitetit, dhe këtu kam parasysh disa nga elementët bazë më jetësor, siç është rruga, kanalizimet e ujrave të zeza, siç është ujë i pishëm, siç janë shkollat, kopshtet, qertet, qendrat shëndetësore, siç është pastrimi, mbetjeve urbane e kështu me radhë, që për fat keq sot, sa më shumë t'i largohemi qendrave të qyteteve, aq më prezente dhe problematike janë gjitha këto situata në territor, ashtu sikurse arsyeja e dytë është fakti që bashkitë e reja nëpërmjet hartimit dhe koordinimit politikave të ndihmojnë të gjitha, po themi, këto deg të caktuara të ekonomisë për të bërë më shumë zhvillim, dhe padyshim që sfida jonë më e madhe do të jetë alternimi ose koordinimi i politikave apo interesave midis zonës urbane dhe zonës rurale, midis nevojave që ka tashmë fshati për qytetin dhe anasjelltas, përfshi këtu edhe gjitha investimet që tashmë nuk shikohen më të veçuara në pjesë të ndryshme të territorit, siç kanë qenë deri më sot, kur çdo komunë shikon dhe interesat e veta, bashkia shikon dhe interesat e veta, tashmë jemi një zonë e tërë, dhe padyshim edhe projekte do të jenë më të mëdha, më të integruara dhe do i shërbejnë padyshim të gjithë bashkisë së re. Ashtu sikurse kemi edhe mjaft projekte, të cilat ne mund t'i zhvillojmë bashkarisht me dy bashkitë e tjera, me bashkinë e Patosit dhe me bashkinë e Roskovecit. Besoj që një pikë mjaft e ndjeshme që normalisht do të lindë edhe nga diskutimet, është problemi mbetjeve urbane, për shembull, dhe trajtimi i tyre. Tek pika. Atëherë më lejo të orientoj me që kemi këto. Krijimi i një landfilli për trajtimin e mbetjeve urbane është një nga gjërat që të rinjt e përmendin si një nevojë. Mua më vjen mirë në fakt që ju jeni të interesuar për mjedisin. Kjo nuk është një çështje rinore, kjo është një çështje e gjithë qytetit, por ju jeni pjesë e qytetit, kështu që ja ku jemi. Padyshim që është një nga problemet më të nxehta, më të mpreta që ne kemi përpara për të zgjidhur nesër me fillimin e bashkisë së re. Për hir të vërtetës, problemi mbetjeve urbane është një problem goxha i impret sot, pothuajse në të gjithë Shqipërinë, të pakta janë bashkitë ose qytetet, të cilët kanë filluar ta fusin në rrugën e zgjidhjes. Pothuajse në shumicën e territorit, ky është një problem dhe mbetjet janë aty. Edhe atje ku ndofta pastrimi i tyre bëhet kënaqshëm, po themi,
përsëri problemi mbetet tek kuvend, si trajtohen, çfarë bëhet me to etj. Dhe në fakt një nga këto qytete apo një nga këto bashki që e ka këtë problem është dhe bashkia jonë. Padyshim ajo fusha e mbetjeve që quhet sot atje është një gjë që sot është te mbushur. Në gjithë këto vite atje situata është hith mbetje, hith dhe, hith mbetje i dhe sot ka arrit në një moment që ajo nuk afron më asnjë zgjidhje. Për të mos folur pastaj për mënyrën e trajtimit tyre etj. Dhe për mos folur pastaj që her pas here edhe për shkaqe thjesht natyrore, për shkak çlirimit gazrave kështu, ajo her pas here ndizet, merr flak dhe e gjitha i tym dhe gjitha ato gazra që krijohen, padyshim që e dyfishojnë problematikën në raport me gjithë ndotjen mjedisore që ajo krijon. Sigurisht që kur flasim për trajtimin e mbetjeve, në radh parë duhet kemi parasysh një nga objektivat që Bashkia e Re do të ketë nesër, që është pastrimi i mbetjeve urbane jo vetëm në qytet. Sepse unë e thash që tashmë ne jemi një bashki e madhe dhe sigurisht ne duhet të ridimensionojmë të gjithë, po themi, këtë shërbim që bashkia duhet të ofrojë nesër. Dhe është një fakt pozitiv që ndofta ndryshe nga shumë qytete tjera, ku ky shërbim mund të jetë dhënë me koncesione, ku diun se çfarë, se kemi dëgjuar shumë histori në këto vite, për fat mirë, në qytetin e Fierit, ky vazhdon të mbetet një shërbim që e kryen vetë bashkia me ndërmarrjen e vet. Dhe sigurisht ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtij koncepti, jo vetëm duke mbajtur këtë gjë në funksion të bashkisë, me ndërmarrjen e vet, por jemi me idenë që këtë ndërmarrje ta fuqizojmë mjaft nesër, sepse sfida e saj nuk do të jetë vetëm pastrimi i mbetjeve në qytet, por ne do të synojmë që gradualisht të shtrihemi në çdo fshat, në të gjitha komunat që Bashkia e Re përfshin. Dhe nga kjo pikpamje, sigurisht që kjo është sfida e parë, dhe shumë e rëndësishme që kemi nesër për të bërë. Por pyetja që shtrohet është, okay, në një moment caktuar arritëm që ta organizojmë punën të tillë që pothuajse në qendrat e komunave, pothuajse në çdo fshat, ne të fillojmë dhe t'i pastrojmë nga mbetjet. T'i marrim dhe t'i grumbullojmë diku. Pyetja që shtrohet është ku do t'i grumbullojmë. Dhe padyshim që nga kjo pikpamje duhet që në mënyrë urgjente, një nga vendimet e para që do të marrë Këshilli i Ri i Bashkisë nesër, do të jetë edhe përcaktimi i një vendi ndryshe nga ai që kemi sot, për të grumbulluar të gjithë mbetjet urbane që do të vinë nga gjithë kjo bashki. Madje koncepti ynë në këtë pikë është që ne duhet ta shikojmë pak më gjerë problemin, sepse për hir të së vërtetës në këtë fushë ka interes, ka kërkesa për të investuar edhe nga biznese private dhe ndoshta një partneritet nesër publik-privat në trajtimin e mbetjeve urbane mund të ishte i vlefshëm, do të thoshja, por në fakt nga kontaktet që ne kemi pasur gjatë gjithë kësaj kohe, e vërteta është që këto biznese arrin ose kërkojnë të futen në histori të tilla vetëm kur shohin që ka një rentabilitet më të madh. Dhe padyshim ndoshta një marrëveshje midis tre bashkive nesër dhe krijimi një pike të përbashkët për grumbullimin e mbetjeve. Jo, ndofta si fillim Fier Patos Roskovec, po që e nevojshme mund ta shtrim pastaj edhe me lushnjën e tjera, mund të ishte një hap i parë dhe shumë i mirë që ndofta firma shumë serioze, shumë prestigjioze në këtë drejtim që operojnë sot në Europë, mund të kishin interes për të ardhur dhe për të marrë përsipër trajtimin e mbetjeve urbane. Padyshim që kjo është e rëndësishme edhe për një fakt tjetër, sepse tashmë Fieri është aq i lidhur dhe ka vepra të tilla të cilat edhe sikur ta bëjmë ne nesër 100% perfekt punën tonë, nëse kjo gjë çalon në Patos, nëse kjo gjë çalon në Roskovec, sigurisht një pjesë e ndotjes mjedisore që do të vinë, dashur pa dashur do të përfundojë edhe në Fier, nëpërmjet lumejve, nëpërmjet kanaleve, të cilat fillojnë realisht andej dhe kalojnë territorin e Fierit dhe pothuajse përfundojnë në det. Kështu që një projekt i integruar i tre bashkive, një gjetje ose një pikë e përshtatshme larg qendrave të banuara, e cila mund të shërbente si një fushë për grumbullimin e mbetjeve dhe mandej aplikimi i një teknologjie lidhur me trajtimin e tyre, besoj që do të ishte zgjidhja përfundimtare e këtij problemi. Kur flasim për teknologjinë që duhet zbatojmë,
Padyshim që këtu pastaj fillojnë dhe kemi edhe merakje, edhe komente nga më të ndryshmet, sepse shumë kemi dëgjuar në media, shumë histori ka ndodhur në Shqipëri gjatë atyre viteve, lidhur me trajtimin, me plerat e kështu me radhë, por besoj që sot Europa aplikon disa lloj teknologjish lidhur me trajtimin e tyre, herë me anë të përpunimit, herë me djegje. Kemi një teknologji që ka filluar zbatohet në Elbasan, sigurisht është një teknologji me djegje. Besoj do të marrim në një moment shumë të shpejt feedbackun e duhur për këtë çështje, çfarë efekte shansore, pasojash e tjera sjell kjo. Nëse efektet janë pozitive kështu me radhë, mundet që ajo të jetë një variant shumë i përshtatshëm. Për një model që funksionon. Absolutisht, sepse kjo sigurisht nuk është vendimarrje, më shumë është vendimarrje teknike se sa politike. Nëse ekspertët thonë që kjo është metoda e duhur për trajtimin e tyre, padyshim ne jemi të hapur për ta zbatuar këtë gjë, sigurisht. Një pikë tjetër është hartimi një plani vjetor lokal për punësimin e të rinjve ku përfshihen internshipe, funksionimin e zyrës së informacionit për punësimin rinor gjithashtu. Absolutisht që me thënë drejtën është një çështje shumë e mpret. Për hir të vërtetës ne ndofta kemi dy situata sot, do të thoshja mes të rinjve. Kemi mjaft të rinj të cilët janë shkolluar, janë diplomuar në universitete prestigjioze, qoftë brenda vendit, qoftë edhe jashtë vendit. Kanë marrë një diplom, familjet e tyre kanë sakrifikuar për vite e vite, qoftë nga pikpamja financiare, qoftë nga pikpamja njerëzore, shpirtërore e kështu me radhë, dhe padyshim që vjen një moment që i gjithë ky mund e gjithë kjo sakrificë duhet shpërblyer. Duhet shpërblyer duke garantuar një punë për këta të rinj. Sigurisht që ne jemi ndërgjegjshëm sot që problemi i punësimit në Shqipëri vazhdon të mbetet një problem dhe një plagë sociale, e cila meriton një vëmendje të konsiderueshme. Meriton të trajtohet në gjithë aspektin e vet, kërkon masa konkrete dhe jo themi politika boshe. Këtu nuk është nevojshme që të bëhen deklarime të thata që do punësojmë të rinj, do përpiqemi për të punësuar të rinj, do bëjmë këtë, do bëjmë atë, sepse këto janë thënë, vazhdojnë të thuhen, por në fakt rezultatet janë ende poshtë nivelit ku duhet të ishin dhe poshtë pritshmërive. Kështu që unë besoj që bashkia nesër mund të bëjë shumë në këtë drejtim. Nesër dyert e bashkive duhet të jenë të hapura, padyshim, jo vetëm për çdo rast dhe për çdo mundësi që jepet në raport me krijimin e vendeve të reja të punës që mund të ofrohen brenda bashkisë, sepse në fakt për hir të vërtetës, mbas reformës territoriale, bashkia e madhe do të mësojë një riorganizim total, edhe drejtorive, edhe departamenteve, duke u përshtatur me sfidat e reja që e gjithë kjo bashki ka në gjithë të territor, dhe jam i bindur që do të ketë nevojë për punësime të reja. Dhe sigurisht në këtë drejtim unë jam shumë i vendosur në këtë pikë që këtë kontingjent do ta kërkoj mes të rinjve. Padyshim, mes atyre që janë shkolluar dhe që kanë një diplom dhe nesër janë të aftë që të bëjmë punë dhe të përballojnë sfidat që ne kemi ndaj komunitetit. Këtu nuk është çështja që ne ta shikojmë këtë histori si një punësim për punësim. Dhe në fund të vitit apo në fund të 2 vjetëve të themi shiko se ne punësuam kaq të rinj. E rëndësishme është që nëpërmjet punësimit të rinjve dhe duke gjetur vërtet ata të rinj që kanë një diplomim, kanë një kualifikim, ne të ofrojmë shërbimet ndaj qytetarëve, sepse e rëndësishme është pikërisht kjo. Ashtu sikurse bashkia nesër do të jetë një portë e hapur që të gjithë ata të rinj që përfundojnë një shkollë, të cilët janë gati për të punësuar, vinë bashki dhe në periudha të caktuara 2 mujore, 3 mujore, 6 mujore, të jenë pranë zyrave të bashkisë, të jenë pranë atyre që mund të kenë edhe një eksperiencë caktuar dhe të fitojnë një lloj përvoje që nesër kur të vi momenti që do duhet punësohen diku, qoftë në bashki, qoftë në institucione të tjera, qoftë një person privat, të kenë një lloj aftësie, të kenë një lloj ideje se si funksionojnë gjërat, se si është puna, se çfarë duhet bërë,
cilat janë marrëdhëniet me kolegun, cilat janë marrëdhëniet me prorin, cilat janë marrëdhëniet me varcin e kështu me radhë. Dhe nga kjo pikpamje sigurisht që mendoj që kjo do të jetë një përvojë shumë e mirë për t'i orientuar sadopak ta të rinj dhe për t'i bërë gati për punësim. Ashtu sikurse unë mendoj që bashkia ndoshta ka shumë për të bërë, edhe duke krijuar marrëdhënie apo raporte të drejta edhe me bizneset private, që sa herë që ata do të kërkojnë nesër të punsojnë në profesionet ndryshme të rinj, ne sigurisht kemi të drejtën deri diku që të ndikojmë brenda një marrëdhënie të caktuar, të ndikojmë për të punësuar pikërisht atë kategori që ne mendojmë që është e përshtatshme për këtë çështje. Pra, unë mendoj që këtu nuk ka formula të gatshme, nuk ka receta, por sigurisht që këto janë çështje që po të kesh vullnetin, po të kesh vizionin, po të kesh dëshirën që ta trajtosh dhe ta shikosh gjithë të çështje si një problem, besoj që gjatë rrugës edhe duke biseduar me trinjtë, edhe duke qenë në kontakt me ta, padyshim që hap mbas hapi gjenden në rrugët e zgjidhjes për çdo situatë që mund të na krijohet. Trinjtë kanë kërkuar gjithashtu përfshirjen ose të parjen e mundësisë përfshirjes në buxhetin vjetor të bashkisë një zëri të veçantë për rinin. Në fakt është ndoshta një gjë minimale që mund të bëhet. Sepse besoj që kur hartohet një buxhet, nuk është problem as për kryetarin e bashkisë nesër, as për këshillin bashkiak që do të miratojë buxhetin, që të thotë që po, nga një buxhet prej X milion lekësh, Y lek të jenë për rinin. Nuk është ky problemi, sepse këtë mund ta bëjmë, mund ta miratojmë, por problemi është që për çfarë do të na vlej ky zë, për çfarë do të na vlej ky buxhet, si do ta harxojmë atë, me çfarë projektesh do të harxojmë, çfarë projektesh do të mbështesim dhe sa kjo do i shërbej realisht të rinjve. Dhe përpara se të flasim për një zë të veçantë në buxhet dhe për një shumë caktuar që duhet miratojmë aty, që edhe këtu sigurisht nuk është se ka ndonjë formulë, fjala vjen, ne nuk mund të themi sot që shikoj se 2% e buxhetit të bashkisë do jetë për këtë çështje, apo 10% e buxhetit të bashkisë do jetë për këtë çështje, sepse këtu nuk ka gjë të ndarë me thik. Këtu gjëra duhen parë rast pas rasti dhe gjithmonë ky buxhet duhet përcaktuar ndoshta sipas projekteve dhe sipas atyre ideve dhe vizioneve që ne do të përcaktojmë bashkarisht. Dhe nëse duhen, X milion lek, padyshim, nëse duhen më shumë, pse jo? Gjithsesi, kjo ka një kufi, padyshim, sepse ka një kufi i cili diktohet nga vetë mundësitë që ka bashkia nesër, por padyshim unë jam i bindur që bashkia e madhe që po krijohet do të ketë më shumë mundësi, do të ketë më shumë buxhet në raport me gjithë to vite që kanë kaluar, dhe sigurisht që edhe përqindja ose edhe ai buxhet që ne mund planifikojmë në mbështetje të projekteve që do të zhvillojnë bashkarisht, padyshim që do të jetë shumë më i madh se çka qenë në gjithë këto vite, sepse vetë buxheti i bashkisë madhe na e lejon këtë gjë. Pastaj se si mund ta bëjmë këtë gjë, do jemi në kontakt vazhdueshëm me gjithë padyshim. Do të nuk mund të them unë, shiko, unë jam me këtë koncept, nuk mund të them unë që shiko, ju të rinj do bëni këtë gjë. Absolutisht jo. Por jeni ju ata që do thoni që shiko, ne kemi menduar 1, 2, 3 projekte dhe për këto 1, 2, 3 projekte ne kërkojmë financimin e bashkisë. Dhe unë jam plotësisht dakord, s'kemi ndonjë problem këtu. Pra, jam dakord që t'i mbështes në gjitha idetë, vizionet dhe projektet që ju do të hartoni. Jeni të zot që t'i thithni sa më shumë lek kryetarit bashkisë nesër me projektet tua. Bëni, s'ka asnjë problem. Bëni do të më shumë projekte se pleqt për shkak. Ajo është sfida. Okej, rivitalizimi i hapësirave publike dhe krijimi lulishteve dhe lodrave me lodra për fëmijë dhe mini terrene sportive dhe parqe të gjelbërt në periferinë e qytetit. Një park përkesa për një park të madh në periferi. Në fakt është një nga sfidat më të mëdha që ne kemi nesër, sepse për fat keq në gjithë këto vite ne kemi qenë dëshmitar se si në këtë qytetin tonë të dashur
hapësirat publike, trotuarët, këndet sportive, oborret e shkollave, sheshet para pallateve, vit mbas viti janë ngushtuar, janë zënë me ndërtime, shpesh herë edhe me ndërtime pas një lloj kuptimi, pas një lloj efekti edhe për vetë ata që i kanë bërë. Dhe në fakt, për fat keq ndoshta ne gradualisht na shëmpir pak ai nervi i reagimit që duhet të bënim në fakt në gjithë këto vite, sa herë që shikonim që para pallatit na bëhej një ndërtim pa leje, sa herë që shikonim që mbi trotuar bëhej një ndërtim pa leje, sa herë që shikonim që në oborin e shkollës bëhej një ndërtim pa leje, por kjo ka ndodhur dhe ndoshta sot për fat mirë kemi një psikologji që po ndryshon në këtë drejtim, kemi një mentalitet që ndoshta nisur edhe nga shumë aksione që ka ndërmarrë qeveria e re, me shumë prishje dhe çlirim të ambienteve publike, besoj që edhe në Fier ndërgjegjësimi tek një pjesë e mirë e popullsisë besoj që ka ardhur në këtë drejtim. Unë për vete jam shumë i qartë në këtë histori. Jam shumë i vendosur që nesër ne të kthejmë të gjithë ambientet, të gjitha sheshet publike, ne t'ja kthejmë qytetarëve. Padyshim këtu nuk është puna për të bërë prishje për prishje dhe në fund të vitit themi shiko se ne në Fier prishëm 300, 500, 600 objekte pa leje etj. Etj. Nuk është kjo e rëndësishme, sepse këto nuk do i bëjmë për të bërë një statistikë. Por ne duhet i zhvillojmë paralelisht dhe në qoftë se midis 3-4 pallateve kemi mundësinë që të zhvillojmë një mini lulishte me disa stola, duke mbjellë disa pemë, duke vendosur disa lodra për fëmijë, duke krijuar një ambient tjetër për të rinj, duke krijuar një ambient për moshat e thyra e kështu me radhë, atëherë zhvillojmë këtë projekt dhe shkojmë e zbatojmë. Dhe në qoftë se nga zhvillimi i këtij projekti do duhet të prishen 1, 2, 3 ndërtime pa leje që mund të jenë bërë, ku diun garazhe, ato historitë të mëshme që shikojmë ndonjëherë që ai kati të parë thur gjithë atë dhe fillon e mbjell me domate, me speca, ndonjëherë mban dhe pula, e ku diun nga këto që shohim rëndom sot në qytet, sigurisht që këto histori do të marrin fund dhe nuk kemi këtu ne asnjë diskutim dhe asnjë pikpyetje për këtë çështje. Ashtu sikurse duke ardhur nga periferit në drejtim të qendrës qytetit, padyshim që aty pastaj problemet bëhen akoma dhe më të ndjeshme, sepse aty ndjeshmëria është më e madhe për shkak edhe të çështjeve ose të problemeve që kanë të bëjnë me urbanistikën, me zhvillimin e qytetit, me dëshirën që kemi të gjithë për të pasur një qytet më të bukur, më të pastër e kështu me radhë. Dhe padyshim që edhe këtu problemet i kemi të shumta, fillojnë që nga lumi Gjanica, që edhe aty ka një planifikim tashmë për të prishur gjitha ndërtimet që janë bërë aty. Kanë qenë ndërtime pa leje në fakt, por që janë legalizuar në vite dhe sot qeveria shqiptare është i detyruar që t'i shprehësojë. Me sa jam në dieni është çelur edhe një fond për këtë çështje, janë rreth 15 milionë euro që janë planifikuar si buxhet për shpronësimin, prishjen, pastrimin dhe insistemimin paraprak të 2 skarpateve të lumit Gjanica, për të vazhduar më tej sigurisht me projektin final, që është risistemimi i tij në një gjatësi më të madhe që fillon nga kompleksi Apollon dhe përfundon tek vija e Ngjallës, domethënë që e quajmë ne, ka në gjithë gjatësi ku lumi Gjanica përshkon pak a shumë qytetin. Sigurisht është një projekt i madh, kërkon rreth 40 milionë euro afërsisht, por ne mund ta ndajmë në faza, mund ta ndajmë në segmente të caktuara, të përcaktojmë prioritetet, të zgjidhim në radh parë problemet që kanë të bëjnë me qendrën e qytetit dhe me atë pjesë të lumit Gjanica që kalon në qendër të qytetit dhe duke ushtrirë gradualisht pastaj në të dyja anët e tij. Ashtu sikurse këtu kemi probleme me oborret e shkollave, kemi mjaft oborre shkollash sot ku vazhdojmë të kemi ndërtime që ne që jemi rritur në këtë qytet besoj mbajmë mend shumë mirë që në fillim të viteve 90 nuk kanë ekzistuar. Atëherë pse duhet bëheshin në këto vite? Shpeshherë mund të jenë duke edhe me leje, mund të ketë ndonjë vendim të komisionit të kthimit pronave etj, por çrëndsi ka. Atje ku duhet bërë shpronësim, do të bëjmë shpronësim. Gjithë secili të marrë dëm shpërblimin sipas ligjit, por obori i shkollës duhet i kthehet shkollës dhe pastaj duke e zhvilluar konceptin tonë edhe për ndërtimin e terreneve sportive në ato shkolla me qëllim masivizimin e disa sporteve për të rinj,
sigurisht që kjo pastaj do të na ndihmonte mjaft në këtë çështje. Ne jemi të idesë që vetëm duke ndërtuar sa më shumë terene sportive dhe vetëm duke i nxitur të rinjt që të marrin pjesë masivisht në aktivitete sportive të ditës, besoj që do të bëjmë një shkëputje ose një largim të tyre nga këto historitë e kafeneve, nga historitë e llotove, nga shumë histori tjera që sot ndodhin në ndomë nëpër qytet, ku me një kafe dhe një paketë cigare mund të rish me orë të tëra, cilat janë orë që konsumohen pa vlerë në fakt, ndërkohë që mund të kemi shumë mundësi dhe këtu duhet jemi shumë kreativ dhe këtu i bëj thirrje në fakt edhe të rinjve që janë këtu, që nesër ne kemi gjitha mundësitë që mund të konceptojmë edhe projekte në këtë drejtim. Unë mbaj mend kur kemi qenë ne atëherë në gjimnazin 8 vjeçare, zhvilloheshin mjaft kampionate midis shkollave, spartakiada e kështu me radhë, na nxisnin gjithëve kush do fitoj, ajo shkollë, kjo shkollë etj. Pra ishte një gjë që ne jetonim me atë situatë për javë të tëra dhe këto janë gjëra që sigurisht mund t'i zhvillojmë nesër edhe në këtë drejtim. Kemë pastaj kjo prek disi, megjithatë është një rritje e buxhetit të arsimit kryesisht për infrastrukturë shkollash dhe qerdhesh si sa me kopshte. Pak a shumë kjo është ideja që për fat keq që ashtu sikurse edhe në fushat e tjera edhe këtu sot kemi një situatë që përgjithsisht shumë shkolla vazhdojnë të kemë probleme me standardet e tyre, pasi në gjithë këto vite pothuajse nuk është bërë asgjë me rikonstruksionin për shkak të pamundësisë së fondeve e kështu me radhë. Dhe në fakt këtu duhet ta shikojmë të lidhur ngushtë jo vetëm me procesin e mësimdhënies në to, por sigurisht duhet ta shikojmë të lidhur ngushtë edhe me infrastrukturën përreth shkollën, me oborin, me këndin sportiv. Madje ne kemi projekt që disa shkolla t'i kthejmë edhe në qendra komunitare, ku mbas diteve ato mund të jenë qendra shumë të mira për moshat e thyera, për trinjt e kështu me radhë, dhe sigurisht që mund shërbejnë edhe në këtë drejtim. Kjo pastaj të fundit, kjo është pika e fundit, është rikonstruksioni i teatrit me qëllim përshtatjen dhe kthimin e tij në një kinoteatr. Tu doja të bëja pak një sqarim, sepse të shkurtër kam bërë dhe dia sot, pasi prej vitesh ne kemi kërkuar ndërtimin e kinemaje. Jo vetëm në Fier, por në shumë shtete tjera janë objekte dhe institucione kulti të cilat mungojnë. Pasi në këto vite demokraci është iniciativa private e cila mund të mbështesë hapjen e kinemaje. Por pse jo, mund të jetë edhe bashkëpunime private dhe biznes edhe shtet. Nuk kemi pse e kërkojmë. Ne kemi në këtë pikë për rikonstruksion kinoteatri, sepse kinemaja është premtuar por s'është mbajtur ndonjëherë. Shiko, jam shumë dakord me këtë dhe çka ka ndodhur në gjithë këto vite. Në fakt unë do të përshëndesja Bashkinë e Fierit dhe kryetarin e saj, Baftiarin, që në fakt në gjithë këto vite ka bërë shumë në drejtim të zhvillimit të jetës kulturore në qytet. Në fakt ne jemi dëshmimtar që ka pas shumë aktivitete të larmishme lidhur me këtë fushë, por nga ana tjetër jemi dëshmimtar që ka pas një mungesë të investimeve në infrastrukturën e qoftë në kinoteatr, qoftë në shumë salla tjera që ne kemi sot në qytetin e Fierit, të cilat meritojnë një rikonstruksion të plotë. Në fakt kinoteatri padyshim është simboli i të gjitha aktiviteteve kulturore e kështu me radhë. Dhe sigurisht ka ardhur koha që aty të bëjmë një projekt shumë të mirë për të bërë konstruksionin e tij, jo vetëm salla e madhe brenda me skenën me të gjitha, por padyshim edhe pamja jashtme e tij. Ashtu sikurse kinemaja është një sfidë më vete që padyshim duhet ta zhvillojmë. Unë nuk jam që kinemaja zhvillohet brenda kinoteatrit, nuk ka arsye që të ndodhi kjo. Kemi mundësi në ambiente tjera që ta zhvillojmë këtë gjë. Në fakt është një kërkesë e vazhdueshme nga të rinj, por jo vetëm nga të rinj, dhe padyshim që këtë s'kemi pse ta bëjmë nesër me privatët. Bashkia mund ta bëjë vetë, fondet mund të jenë të mjaftueshme. Ndoshta nëse nuk e bën brenda një viti, mund ta bëjë brenda 2 vjetëve. Pra mund të jetë një projekt që të shtrihet me financimin e 2 vjetëve dhe ne ta mbyllim dhe ta kemi të përfunduar këtë proces.
është një nga gjërat që e kemi në plan dhe padyshim që do ta zhvillojmë. Absolutisht. Përpara se ta ftoj zotin Subashi për firmosur kontratën sociale, ku këto pika janë të listuara, si një formë e angazhimit ti për t'i mbajtur parasysh t'i ketë në agjendën e vet në punën e 4 viteve të ardhshme, unë doja që t'i jep edhe juve një shans për bërë pyetje. Pra se këtë do thoshë një bashkëbisedim. Po, patjetër, sigurisht. Atëherë, duke ngritur dorën, ju mund të kërkoni se thua mundësinë për të bërë një pyetje. Kush do filloj? Goca këtu në fillim? Pyetje, jam Sinda Asa, jam 7 vitesh pjesë e Parlamentit Vendor Epoka e Re Fier. Si fillim do të falenderoj Bashkim Fier për mundësinë për zyrat që na ka dhënë. Dhe atë duam nga ju dhe nga kandidatët e tjerë të ardhshëm, kushdo cili mund të vinë në bashki, duam që këto zyrat jenë... Pas ke dyshim? Jo, absolutisht. Njëse me dyshim? Jo, absolutisht. Po, ajo që duam... Do më thënë që këto zyrat jenë funksionale vetëm për të rinj, dhe mos të keni kosa që ne vetë na të kemi probleme vonë. Shiko, nuk e di e dini apo jo, po këtu ku ju keni ngritur këtë qendër të mrekullueshme, padyshim që ka qenë vullneti i mirë i kryetarit bashkisë për ta bërë këtë gjë, por normalisht nga informacionet që kam, kjo nuk ka kaluar ende në Këshillin Bashkiak. Dhe sigurisht ajo që duhet bëjmë nesër, gjëja e parë dhe më kryesore, është me njëherë Këshilli i Ri i Bashkisë duhet marrë vendimin përkatës që kjo histori dhe kjo dëshirë e mirë e Baftiarit të hipotekohet përfundimisht nëpërmjet një vendimi të Këshillit Bashkiak dhe kjo qendër t'ju vihet plotësisht në dispozicion juve. Duke bërë këtë si hap të parë, do kemi mundësi pastaj që të zhvillojmë edhe projekte tjera në raport me gjithë kërkesat që mund të keni për këto ambiente, për këto zyra e kështu me radhë. Është një premtim shtesë. Por duhet ta fillojmë nga kjo një. Duhet ta fillojmë nga kjo, marrë vendim Këshilli që kjo ju përket juve. Ta mbyllim këtë çështje një herë mirë dhe pastaj të shikojmë më pas gjitha mundësitë e tjera. Ja, Epoka e bën përdorim shumë pozitiv këtë. Fillim djali këtu, me që më kërkoj, po pastaj ju të dytë, patjetër. Bis Ruçi, aktivist në qendrën e Epoka e Re. Desha të di në programin tuaj politik, çfarë vendimi do merrni me parkimet private, sepse kundërshtari juaj politik dje asistoi dhe na deklaroi që neve do vazhdojmë të kemi një administrator privat për parkimet private. Ndërsa në programin tuaj politik, cila është zgjidhja? Tek parkimet. Cilat janë me pagesë? Unë e kam thënë prerë qartë dhe publikisht që në atë çështje unë nuk mund të bëj tjetër gjë verse dëshirës që kanë gjithë qytetarët e Fierit. Nga gjitha takimet që kanë zhvilluar, jo vetëm qytet, por edhe në gjithë fshatrat ku kam shkelur në këto javë, dëshira është që kjo histori duhet marrë fund dhe ne do të japim fund kësaj historie. Nuk ka asnjë dyshim këtu, fare. Okej, urdhëro. John Ferdinand Silla, student në shkencë politike. Duke i uruar sukses që presim në patjetër për atëherë një pyetje ime konkrete do ishte që programi juaj bashkiak, nëse jemi në Parlamentin Rinor dhe ju doni përtej sa më shumë studentë dhe të rinj, kush do jetë për praktikat që këta studentë kanë nevojë të bëjnë bashkim në mënyrë që ata të njihen nga brenda me bashkim, të kenë hapa konkrete njohuri më nga brenda. Një pyetje dytë do kisha, a përket gjithë dhe ju folët për mirëqenien të pak nga pak krijojnë në tjerë. Domethënë luar në programi i brenda qytetit nga lugërishtët, nga rregullimi i territorit dhe të gjitha. Ne në Fier gjatë viteve kemi pasur një problem tek masoj në spital. Domethënë të shëndetësisë. A do ketë Fier në spitali, ashtu si për këtë Fier, duke marrë parasysh që bashkia edhe do rritet në të fondet e saj. Shumë faleminderit për pyetjet. Besoj për të parën unë e sqarova që bashkia do të jetë një portë e hapur për gjithë të rinjt që diplomohen në fusha të caktuara dhe padyshim sipas fushave ne do të përpiqemi që në periudha të caktuara, ku diun 2 muaj, 3 muaj, këto mund të bien dakord bashkërisht, sa mund të jetë mjaftueshme për ta bërë këtë gjë,
Ne t'i caktojmë të rinj pranë punonjësve të bashkisë, pranë punonjësve me eksperiencë, për të parë konkretisht sepse tjetër gjë është shkolla, tjetër gjë është puna, nuk diskutohet kjo. Ashtu sikurse e thashë, ne do të bëjmë maksimumin edhe me institucione të tjera dhe nën garancinë e bashkisë ne mund të krijojmë edhe kontrata, po themi, me shumë institucione të tjera ku të rinjt kenë mundësi që të zhvillojnë një lloj praktike pas universitare, do ta quaja, për të mësuar konkretisht punën dhe ato që kanë bëjnë me profesionin e tyre. Kjo sigurisht që do t'i ndihmonte pastaj që në momentin e gjetjes së punës, që ditën e parë të ishin totalisht përgatitur dhe të fillonin të jepnin maksimumin e vet. Për sa i përket çështjes tjetër që ka të bëjë me spitalin, unë dua t'ju jap një lajm, nuk e di jeni ndjeni apo jo. Projekti për spitalin rajonal të Fierit ka përfunduar. Ka qenë një fond që Ministria e Shëndetësisë ka çelur që në fillim të këtij viti buxhetor, ka përfunduar si projekt, ka qenë rreth 400 milion lekë të vjetra, mos gaboj. Projekti është bërë nga një studio e huaj, e cila ka një përvojë mjaft të mirë në projektimin e spitaleve sot në Europë. Projekti është diskutuar disa herë në debatet që është bërë me mjekët këtu, me shefat e pavioneve, në 2 raste kam qenë dhe unë i pranishëm në fakt, si deputet në ato kohë. Mjekët kanë bërë sugjerimet e veta, kanë bërë propozimet e veta, janë marrë në konsiderat nga studia dhe është prezantuar projekti final. Dhe kur është prezantuar projekti final, çdo gjë ka qenë në perfeksion. Pra nuk ka pas më asnjë vërejtje, asnjë problem me projektin. Këto ditë pritet që projekti të miratohet në Këshillin Kombëtar të Territorit. Është përcaktuar që ndërtimi i spitalit të bëhet tek pylli i Levanit, pra sa zbret qafën e Koshovicës në të majt. Për fat mirë atje është një pyll pothuajse 100% natyral sot, u dëmtua para disa vitesh, por u rigjenerua vet nga natyra. Kjo është një gjë shumë pozitive atje. Është në fakt një, do të thoshja, një lëndinë e mbrojtur edhe nga erat e veriut, nga ndotjet që mund të vinë nga fusha naftmbajtëse patoz marinës, pra është shumë i përshtatshme edhe si mikroklim, është shumë e përshtatshme për spitalin, pothuajse nuk ka mjegull, nuk ka lagështi, sepse janë disa parametra klimaterik që duhen respektuar në raste të tilla. Mas miratimit në Këshillin Kombëtar të Territorit, besoj që do të pritet thjesht financimi i tij. Po punohet që financimi të bëhet pjesërisht nga qeveria, pjesërisht nga donator. Me sa di unë janë në bisedim me Ministria e Shëndetësisë, me ambasadën hollandeze dhe me qeverinë hollandeze për të marrë përsipër ata financimin e 60 deri në 70% të projektit. Vetëm vlera e godinës, si godinë, shkon rreth $25 milion. Pastaj përfshi pajisjen, mobilimin e gjithë pajisjet spitalore që sigurisht do të jenë pajisjet kohës, mendohet që në total të shkojë rreth 60-65 milion dollar. Sigurisht është një gjë që nuk bëhet për një vit, jemi të mëgjeshëm për këtë çështje, por nëse arrim që ta shtrim në 2 apo 3 vite të gjithë këtë projekt, besoj që shumë shpejt, pra mbas ndoshta 3-4 vitesh, Fieri do të ketë spitalin më të mirë. Jo vetëm në Shqipëri, po nuk diskutohet, po ndoshta edhe një nga spitalet më të mira në rajon. Kjo padyshim do të na hapi mundësi të tjera pastaj, sepse duke qenë se aty ka rreth, siç e thash, rreth 70-80 hektar tokë shtetërore, pra i gjitha i pylli sot është tokë shtetërore, për fat mirë ka shpëtuar. Kjo mund na hapi mundësi të reja nesër që aty mund të shikojmë mundësinë edhe të një universiteti mjekësor, të një degë të Universitetit Shtetëror të Tiranës, në specialitete caktuara, e kështu me radhë është një çështje që mund bisedohet nesër me Ministrinë e Arsimit, Ministrinë e Shëndetësisë, por padyshim kjo do të jetë një risi tjetër që Fierit mund t'i vi mbas krijimit të spitalit. Ashtu sikurse i gjitha i parku atje, sepse në fakt doja ta thoshja që i gjitha i parku atje më shikohet nesër si një mundësi shumë e madhe që ne mund ta kthejmë në një park të madh për qytetin. Për fat keq, ne ndoshta jemi një nga qytetet e vetme sot në Shqipëri të mëdha që nuk kemi një park.
Dhe thënë të duan të shkojmë me familjen, me fëmijët e tjera, ne sot nuk kemi ku shkojmë. Ne gjë e parë që na shkon ndërmend është Vlora. Ku do shkojmë? Ne shkojmë në Vlorë, sepse vend tjetër nuk kemi. Dhe është për të ardhur keq që gjithë ky fier mos ketë një park të vetin, për të shkuar nesër, dhe të kemi mundësi që atje të krijojmë ambientet e dura edhe për moshën e thyer, krijojmë ambientet e dura edhe për të rinj, krijojmë edhe për fëmijët, e kështu me radhë. Nuk është në largësi e madhe, nga qendra e qytetit është rreth 4 kilometra, me linja autobusi të dedikuara që nesër atje do jenë padyshim, sepse spitali nga një anë, parku e tjera, padyshim që krijojnë një pol shumë të vlefshëm, shumë të mirë, shumë kreativ për gjithë qytetin. Okej, deri edhe te kolona po. Ti. Po. Përshëndetje, nuk quhem Andi Luka, jam student në Fakultetin e Ekonomisë, master në Financë. Dëshiroj të bëj një projekt të re sportit. Ne jemi këtu domethënë në qendrën rinore dhe si vendi i vetëm në Europë që ka më shumë të rinj dhe që kemi luksin për ta patur, por të fundit për ekonominë dhe për sportin. I vetmi një qytet që nuk ka një pallat sporti dhe i vetmi një qytet që është në fundin e renditjes në futboll, sot kemi edhe ndeshje. Atëherë dëshiroja domethënë të bëj ndeshje do ikim në Durrës sot. Dëshiroja të bëj një pyetje. Gati se do ikim sot. Çfarë strategji keni rreth futbollit, sepse shumë në qytetet e tjera kanë fritur investitor të huaj, si në Shkodër, në Elbasan, ju e dini edhe në Vlorë ka marrë investitor turq. A do ketë një projekt konkret që të privatizohet, domethënë pjesa e Shqipërisë Bashkisë, të vijë një investitor serioz i huaj që mos i shikojmë gjithë të rinë për kafenet, duke pirë kafe, duke pirë një paketë cigare. Pse mos të angazhohen që të gjithë me sport? Edhe Shqipëria fund vetë si gjithë shtetet e Europës. Çfarë plani keni domethënë? Okej, Faleminderit. Okej, të falenderoj për pyetje. Në fakt, kur flasim për sportin, duhet ta shikojmë pak në gjithë dimensionin e vet. Sepse sporti nuk është vetëm futbolli. Paçka se në gjithë këto vite, edhe për shkak të shterimit gradualisht të fondeve, pothuajse në të gjithë Shqipërinë, sigurisht që futbolli, pothuajse në bashkitë tona ka marrë pjesën e luanit, po themi, të fondeve. Aty ka qenë dhe interesi më i madh, edhe i privatëve, edhe i donatorëve, e kështu me radhë. Por për të folur troç dhe hapur, tek ne sporti sot vazhdon të jetë një grop e madhe e zezë, që vetëm do të haj, sepse nuk të jep gjë. Domethënë duke e parë nga pikpamja ekonomike, financiare, sporti sot nuk është një gjë që prodhon. Është një gjë që vetëm konsumon dhe sigurisht vit mbas viti janë miliona lek që vetëm hidhen atje dhe sigurisht në fund të një viti po të bëjmë një bilanc që hodhën 200, 300, 400 milion lek nga buxheti i një bashkie apo qoftë edhe nga buxhetet privatëve dhe në fund të orë çfarë prodhuam, çfarë na dha. Sigurisht që një apo disa ekipe mund të jenë ato që mund të ofrojnë një kënaqësi shpirtërore për sportdarësit e vet, sepse dikush del kampion, dikush merr Kupën e Republikës, dikush në kampion e kështu me radhë dhe vetëm kaq. Ndërsa gjithë pjesa tjetër qëndron aty ku është. Por padyshim që unë jam dakord që Fierit nuk i takon që të jetë këtu ku është. Nuk diskutohet. Unë nuk di të them sot se në ç'gjendje ligjore është kontrata ose ajo shoqëri që është krijuar midis bashkisë dhe investitorit privat. Ndoshta e gjitha ajo ndërmarrje e përbashkët që është krijuar përfshin brenda vetes ato terene sportive që mund të jenë krijuar, atë akademinë që është krijuar dhe ekipin e futbollit. Sigurisht nesër do të shikojmë mundësinë e një gjetje ligjore që ndoshta ekipin e parë të mund ta shkëpusim nga gjithë kjo histori, ta nxjerrim më vete dhe duke nxjerrë më vete mund të kemi mundësi pastaj edhe atë që thatë juve, që të shikojmë edhe mundësinë e shitjes së aksioneve. Në fakt, në sa jam djeni, bashkia 25% ka sot. Unë nuk mendoj që bashkia duhet ta humbi këtë raport, sepse po humbi dhe këtë 25%, sigurisht pastaj e bën shumë të pafuqishme në raport me gjithë vendimarrjet që do duhet merren në atë. Ndofta ne mund të shikojmë që
aksioneri tjetër mundet që të shesi një pjesë të aksioneve të veta, me qëllim për t'i hapur rrugën ndoshta një investitori më serioz, më të fuqishëm në këtë pikë dhe që realisht është i gatshëm për të investuar në këtë çështje vit mbas viti. Okej. Ndërsa për sportet e tjera, padyshim që ka një projekt, shohim atë që ka nisur atje te ETC-ja, lidhur me një, nuk po e quaj pallat sporti, po me një mini pallat sporti, të shohim të përfundoj, do gjykojmë nëse ajo është e mjaftueshme për qytetin, mundet që të shikojmë mundësinë e modernizimit dhe e perfeksionit saj. Nëse jo, pastaj do na duhet mendojmë për një pallat sporti shumë më të madh e kështu me radhë. Okej, djali këtu më pyet. Përshëndetje, se që marrë ka qeri, kam përfunduar studimin për kimi ushqimore, doja të bëja një pyetje me reformën e territoriale, thjesht do të gjejë një qytet i madh. Keni menduar për transportin publik se si fshatrat e Fieri komuna dhe nish komuna tani do lidhen me Fierin. Dhe një pyetje tjetër në fakt që kisha për Bregdetin, se përmend Vlorën, për Bregdetin e Semanit dhe flumin e Semanit. Fieri ka një vigo gjatë për Bregdet. Dhe plus goxha mirë. Okej. Tashti lidhur me transportin, në fakt është e vërtet që i gjithë ky territor sot ka qenë i copëzuar në 10 njësi, 9 komuna plus bashkia. Dhe padyshim që çdo prej njësive kishte konceptin e vetë mbi këtë çështje, kishte atë kontingjentin e vetë të mjeteve transportit, kishte të drejtën e licencimit e kështu me radhë. Ndërsa nesër këto fshihen të gjitha përqendrohen në një dorë dhe padyshim që kemi mundësi që këtu të ndërtojmë një strategji shumë të mirë për të zgjidhur transportin midis qendrave të komunave me qendrën e bashkisë. Sot për hir të vërtetës, me gjitha ato probleme që mund të kenë qenë, po përgjithsisht ka funksionuar linja e autobusëve Fier-Patos për shembull. Fakti që u bën disa vite që ajo vazhdon të funksionojë, do të thotë që i ka rezistuar gjithë sfidave të kohës. Dhe ai është një lloj partneriteti, mos gaboj unë, publik-privat që është krijuar në këtë fushë. Duke marrë informacionin e duhur dhe më shumë nesër, kur të jem në krye të bashkisë, ndoshta kjo mund të jetë një përvojë e mirë, mendoj unë, që ne mund ta shtrim edhe në gjithë territorin e kësaj bashkie. Ashtu sikurse nuk duhet ngelim thjesht dhe vetëm tek ai lloj transporti, mund të shikojmë edhe alternativat e tjera, sepse padyshim sot kemi edhe një numër mjetesh private që janë të licencuara, që vazhdojnë të punojnë në këtë fushë. Pyetja që shtrohet është çdo të bëjmë dhe me ato, si do t'i disiplinojmë. Ashtu sikurse padyshim që kemi shumë për të disiplinuar edhe këtu brenda. Pra deri ku do t'i lejojmë këto mjete të futen në qytet? A është nevoja që të krijojmë stacione apo terminale në raport me këtë çështje? Si do trajtojmë edhe çështje tjera që kanë të bëjnë me transportin ndërqytetas, apo edhe me linjat ndërkombëtare që në Fier për hir të vërtetës janë të shumta dhe operojnë në këtë fushë. Pra janë disa çështje që ne duhet i zgjidhim, ashtu sikurse ndofta edhe një linjë e transportit brenda bashkisë në orare caktuara, sepse ndofta gjithë ditën do të ishte e tepërt dhe nuk do të ishte efektive, por në orare caktuara mund të ishte një zgjidhje për të lehtësuar sadopak gjithë problemet që mund të kenë shumë njerëz të cilët nuk kanë një mjet e kështu me radhë. Por padyshim që është një nga sfidat që ne mendojmë që do të vijemi përballë menjëherë sapo të ulemi në krye të punëve dhe që sigurisht meriton një zgjidhje profesioniste, do të thoshja unë, nuk kemi nevojë që të bëjmë zgjidhje të çastit, zgjidhje amatore, por duke e studiuar çështjen me kujdes, të japim një zgjidhje përfundimtare. Më falë pyetja e dytë? Për Bregdetin. Tashi për Bregdetin folëm gjithë ato gjëra për gjanicën, për pastrimin e ujrave të zeza dhe gjithë ato histori. Po nuk zgjidhëm këto dhe po nuk shkarkuam në det vetëm ujrat pastërta,
që t'jenë filtruara nga mbetjet hidrokarbure, t'jenë filtruara nga gjithë derdhjet e kanalizimeve të ujrave të zeza, ne nuk kemi çfarë pretendojmë për Bregdetin. Sepse vetëm duke pastruar nga kjo pjesë, vetëm duke e sistemuar, atëherë do kemi, duke bërë dhe një studim të mirëfillt, me studio të mira, prestigjioze, pse jo edhe ndërkombëtare, ne do të kemi të drejtën morale pastaj që t'i bëjmë thirrje investitorëve, vendas apo të huaj, që të vinë dhe të investojnë në atë vijë bregdetare të mrekullueshme. Kemi një fat mirë sot që ajo është e pa prekur, nuk është s'ka ndërtime, siç mund të jetë Saranda, Vlora, Durrësi e kudiun me radhë. Padyshim që kjo na jep një mundësi shumë të madhe nesër që çdo gjë ta fillojmë nga e para dhe ta fillojmë kundrejt një plani të mirë studiuar për gjitha të vijë bregdetare, për afërsisht 25 kilometra. Ashtu sikurse duhet ndajmë një pjesë mbi cilën mund zhvillohet edhe ndofta një zonë, një mini zonë me industriale, do thosha, sepse mos harrojmë që aty është pika fundore e gasjellësit TAP. Dhe që tani ne kemi kërkesa nga një sër firma shumë të njohura, të cilat kërkojnë të ndërtojnë impiante për lëngëzimin e gazit, sepse ne dim shumë mirë që gazi që do të vijë nga ato tubacione është në gjendje të gas, dhe në gjendje të gas ai është i papërdorshëm për konsumatorët. Atëherë ka teknologji të tilla, të cilat e koncentrojnë, e kthejnë në gjendje të lëngshme, e depozitojnë pasaj në ato bomblat e merat dhe bëhet i gatshëm për konsumin e gjithë konsumatorëve. Ashtu sikurse kemi pas kontakte këto ditë me një firmë shumë të mirë franko-gjermane, e cila është duke parë mundësinë e ndërtimit ose jo të një mini porti në zonën e Semanit. Erdhën, panë vendin, kërkuan gjithë informacionin e duhur. Nga biseda që pata me ata, do të kontaktojnë një studio për të parë fizibilitetin e kësaj historie, pra nëse ndërtimi një mini porti është fizibël nesër apo jo. Nëse atyre do u krijoj të ardhura ose jo, sepse sigurisht ky është qëllimi bazë i atyre. Por padyshim nëse do të arrijë në këtë konkluzion, sigurisht pastaj që ne do të jemi të hapur që të vendosim një marrëdhënie të caktuar në raport me ta, duke parë ne interesat tona, padyshim. Ata shikojnë interesat e veta, ne do të shikojmë interesat tona të qytetit ton dhe se sa mund na vlen nesër historia e një mini porti në zonën e Semanit. Okej. E di që janë 2-3 vetë që kanë edhe një gjë tjetër, më fal, doja të thoshja këtu që sigurisht që i gjitha i plazhi i Semanit përveç pastrimit, sistemimit, normalisht ka nevojë edhe për një studim për të penguar ekspansionin që ai po bën vit mbas viti në tokat. Pra ai det atje dhe ai Bregdet ne e dim shumë mirë se e mbaj mend, se çdo vit kur shkojmë në plazh shohim se si vit mbas viti deti po futet në tokë, dhe ndoshta edhe kjo kërkon ndoshta një studim dhe masa mbrojtëse që ta ndalim këtë ekspansion. Është shumë e rëndësishme edhe kjo. Unë doja t'i ftoja që ta firmosim kontratët sociale së bashku. Do t'i marrim edhe pyetjet tuaja në një moment, po ta kryejmë edhe këtë, se është e rëndësishme. Duke falenderuar së fundmi për një kopje të japim juve. Patjetër. Faleminderit. Atëherë djali që është ulur mbrapa se ka ngritur dorën gjithkohës dhe pasaj tjetrin në këmbë. Por është në një shkollë artistike në Kodotën, cila është shkollë rajonale. Kryetari aktuali i Bashkisë FE ka premtuar që do të bëhet, por pyetja ime ishte nëse ju zgjidheni kryetar, ju do bëni vetëm rikonstruksionin e godinës apo së bashku me rikonstruksionin e godinës ju do të sillni edhe laboratore pagase për degët artistik? Shiko, dua t'ja u them shumë sinqerisht që për atë shkollë aty unë kam një nostalgji të veçantë. Në fakt unë 8 vjeçaren e kam bërë te Andon Xoxa, po duke qenë se shtëpinë e kam shumë afër me atë shkollë dhe një pjesë
themi të orëve të masdites, e kështu me radhë, të ditëve të pushimit, realisht i kemi kaluar në ambientet e asaj shkolle. Dhe në fakt kujtoj me nostalgji që në ato vite, ajo ishte një shkollë shumë e rëndësishme për këtë qytet. Ishte vërtet një shkollë rajonale, ku atje vinin mjaft nxënës nga shumë zona të Shqipërisë. Në fakt është një shkollë që ka nxjerrë mjaft talente, të cilat kanë bërë emër më pas në botë, në disa degë caktuara, kryesisht në degën e muzikës, sepse ka pas pikturë, ka pas dhe degën e muzikës. Ndofta është vënë një herë, dy herë mos gaboj, është vënë dorë në atë shkollë me rekonstruksione të pjesshme, por prap unë e njoh gjendjen e asaj, gjendja prap vazhdon të jetë jo e kënaqshme. Ka një fat mirë që me një dy rregullime të vogla territori i asaj shkolle mund të kthehet ku ka qenë në vite. Pra me një dy prishje të vogla që mund të bëjmë atje, mundet që t'i kthejmë gjithë territorin, gjithë oborin, siç e ka pasur njëre në kohë. Padyshim që rekonstruksioni është gjëja më elementare dhe më e parë që duhet bëjmë, por ajo që mbetet sfida jonë për atë shkollë është që ta kthejmë në vitet e dikurshme, ku realisht ajo duhet bëhet një shkollë rajonale, duke kompletuar në gjithë komponentët e vet. Ashtu sikurse për atë shkollë kemi edhe një projekt dhe është një nga ato shkolla që unë thash që ne kërkojmë ta kthejmë edhe në një qendër komunitare. Pra përveç procesit të mësimdhënies që atje do të zhvillohet paradite, mbasdite, gjitha i ambient fantastik që është sot në atë shkollë, duke i bërë rregullimet për kace, sigurisht, mund të kthehet në një ambient për të rinjt, për fëmijët, pse jo edhe për moshat e thyera apo për nënat me fëmijë, që mundet që të paktën në 6 apo 7 muaj të vitit, aq sa lejon edhe klima e fjerit dhe temperaturat, ndoshta edhe më shumë, ajo mund të jetë një qendër ku mund të kalosh fare mirë 1 apo 2 orë mbas diteve në një ambient shumë të mirë që mund të krijojmë atje. Padyshim që ajo shkollë ka dhe një sallë shumë të mirë. Ka një sallë shumë të mirë. Nuk më kujtohet tani se sa vende mban ajo sallë. 150 është shumë mirë. Mbaj mend kur kam qenë në gjimnaz, ndofta në 86-ën apo 87-ën, tek salla e asaj shkolle kemi bërë një takim shumë të mirë, ku janë mbledhur gjithë intelektualët e fjerit në atë kohë. Është bërë një takim shumë i mirë me Ismail Kadaren. Është bërë pikërisht atje. Ka qenë një sallë shumë e mirë në ato vite. Nuk e di në ç'gjendje është sot, por që besoj me një rekonstruksion dhe me një fond besoj të përshtatshëm, të pranueshëm, ajo mund të kthehet në një sallë shumë të mirë ku vetë shkolla artistike të zhvillojë aktivitetet e veta, të zhvillojë koncerte, të zhvillojë konkurse dhe në këtë drejtim mundet që ato ta kthejmë në një pikë për zhvillimin e aktiviteteve kulturore e kështu me radhë. Ashtu sikurse padyshim gjithë ata të rinj që përfundojnë shkollën e mesme aty, qoftë në muzikë, por edhe në pikturë, në skulpturë etj, mundet që nëpërmjet projekteve, nëpërmjet konkurseve, jo vetëm të krijojmë kushtet atje, sepse jam në dieni që një pjesë e kushteve vazhdojnë të jenë shumë të papërshtatshme, shumë të këqija, por mundet që t'japin kontributin e vet real edhe në shumë pika në qytet për të bërë ose për të finalizuar një sër projektesh që ne mund zhvillojmë edhe nga pikpamja e skulpturave, edhe nga drejtime tjera e kështu me radhë. Ashtu sikurse unë jam i ndërgjeshëm që ajo shkollë do edhe një fond minimal, që të zhvillohen procese mësimore normale. Për shembull, me sa jam në dieni, aty sot nuk vinë më modele. Problem që stidhje kanë vitur. Kanë filluar vinë, mund të kenë filluar të vinë tani, por mund mungoj baza materiale edhe në raport me ata që studiojnë në pikturë, në skulpturë, mungojnë ambientet e kështu me radhë. Pra,
ne jemi të vendosur që atë shkollë ta kthejmë në një pol, ta kthejmë në një qendër ku jo vetëm zhvillohen në mënyrë më se normale gjithë proceset mësimore që duhet zhvillohen, por atë ta kthejmë edhe në një qendër të gjithë zhvillimit të jetës kulturore në qytet. Absolutisht jemi të vendosur për këtë gjë. Shumë faleminderit. Unë doja që ta jepim një mbyllje këtu. Nëse keni më shumë pyetje, do të keni mundësinë të drejtoni zotit Subashi edhe më privatisht këtu, edhe doja që e di që duam të bëjmë një foto bashkë me kryetarin e Arshëm Bashkisë Fieri. Si e vendi, apo sa të marrë?